Në parlament u mendoj që si vynë kur gjë, Vjosa Osmanit ata emra, për shkak se në pjesa më e madhe tyne as nuk e dim a dalin e herë flasin apo s'dalin. Është një grup i vogël i tyne që janë pak më aktiv, e cilët janë më tafërt me Albin Kurtin, edhe koordinohen për ndryshe nuk besoj që Vjosa ka me synu dikën prej këtyne listës që kanë qenë ose deputetëve të ata të guxamave që janë deklaruar përpas këtij Axhi Avdylit, ata të tjerë veç janë në vetvendosje dhe aty janë ata më është e hasmuar me ta se me pjesën tjetër Vjosa Osmani. Unë mendoj që Vjosa Osmani e tha pak më herët, e dha lajmin, pas këto zhvillimet e fundit në LDK, Vjosa Osmani është bë përpjekje edhe është të e kriju listën e vetë fillimisht, tash unë tash edhe njerë, në LDK apo jo, është të e bë listën e vetë fillimisht me figurat më të respektuar brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Me njerëz më të suksesshëm në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Po Gazmend Muhaxheri për shembull, që përmeni ai është prej LDK, prej kryetarëve më të suksesshëm të komunave në LDK, që ka një bazë goxha të mirë. Me rezultat